Transporti publik për qytetarët e komunës së Tetovës nga 1 dhjetori do të jetë pa pagesë. Pritet vendim të merret nga ana e Këshillit të komunës së Tetovës, ndërkohë që nga ndërmarrja për transport thonë se po punojnë në detajet e realizimit të këtij vendimi të komunës. Jemi në planin e përgatitjes masave të cilat do të jenë konform këtij vendimi dhe do të bëhet domethënë identifikimi dhe realizimi i këtij plani në afat sa më të shkurtë të mundshëm. Shpresojmë në realizim sa më të shpejt të kësaj, që të jemi domethënë në hap me vendimet edhe me kërkesat të cilat do na vinë nga vetë komuna, nga vetë Këshilli. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se ky vendim do të ndikojë në uljen e kaosit në komunikacion. Kjo do të jetë edhe në shërbim të zvoglimit të kaosit në komunikacion, sepse transporti publik do të shfrytëzohet nga pjesa më e madhe e qytetarëve dhe kjo do të kontribuojë edhe sa i përket ruajtjes së ambientit. Po ashtu jemi në fazën përfundimtare të përpilimit të planit të mobilitetit, me çka do zgjidhet njëherë për gjithmonë edhe kaosi në komunikacion, edhe çështja e vend parkimeve. Tetova përfshihet edhe në planin e qeverisë për sigurimin e 5 autobuseve të ri elektrike që pritet brenda vitit të ardhshëm të arrijnë, ndërsa për mbulimin e gjithë territorit me transport, pra edhe fshatrave të malësisë, komuna planifikon blerjen e edhe 4 fugonëve për fshatrat e malësisë së Sharrit.